Kurinat e veturat është interesant që po përpudhen muhabetet, çdo ditë u ka po virale një video, edhe pse emisioni i vjetër në ato televizionet e Kosovës, Prishtinës, që çdo ditë bëjnë tema fetare, se s'kan klikime, ose antifetare. Po. Edhe kanë atë një analist ai islamofobi Blerim Latifi, i cili fatkeqësisht është profesor në Prishtinë, edhe po e provokon hoxhën e nderuar Fadil Musliu të Prishtinës, po e provokon, po i thot, a keni xhipa, ju hoxhallar, ai apo i tha, o inshallah Allah më mëson 0-0, se ju keni qef me na po neve me gomar të hes. E një xhip të mirë inshallah, pi fabrike e marrë. Dhe shumë mirë ja plasin ftira atje. Qafirit. Është qasje, domethënë, s'është mezi kush e ka thonë. Po, unë shpreh. S'është me rëndësi as mu apostrofu emri i personave të veçantë. Ne si hoxhallar domethënë qëndrojmë distancë nga emërtimi i thënësve të thënieve jo të mira, jo të sakta, jo të vërteta, sepse për neve domethënë mendojmë se s'ka nevojë më marr me emra të përveçë. Na analizojmë fenomene. Edhe analizojmë domethënë qasja dhe qëndrime. Fatkeqësia e madhe ku është, domethënë përderisa një grumull i madh i intelektualëve shqiptar, i analistave, gazetarëve, ballafaqohen tash 30 vjet tranzicion të shteteve postkomuniste në Ballkan. Qoftë Maqedoni, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi, qoftë Malzi, qoftë në Bosnë, po flas për Ballkanin ku na e dim. Dhe gjithë na kemi informata të bollshme për malverzime, keqpërdorime, abuzime, korrupsion, zhvatje të pasurisë publike të shumë figurave politike. Edhe fatkeqësisht kemi këto, domethënë, keqpërdorime të fondeve, të buxheteve edhe prej institucioneve intelektuale, universiteteve, bibliotekave e kështu me radhë. Një pjesë e madhe për tyre janë në procese gjyqësore, një pjesë gjithashtu është anashkalu, është e kalu. Mirë po krejt i dim këto informata. Edhe vend se të bëhen temë keqpërdorimi i buxheteve tona, që na i mbushim ato buxhete me taksat tona, dhe se janë bërë më publike dhe se ka informata domethënë në për gjykata, në për prokurori, kështu me radhë, ka dosje që përpunon në për procese gjyqësore. Nëse të bëhen ato tema që ka fakte argumente, ato i ketë amnestohen edhe vijnë flasin për hoxhallarët, fatkeqësia më e madhe është se këtë hoxhallarët alo asnjë cent se marrin për shtetit. Shteti nuk investon domethënë në asnjë figurë fetare, asnjë institucion fetar. Megjithëse institucionet fetare, xhamit, figurat fetare, klerikët, hoxhallarët domethënë, janë kontribues më të mëdhenj për zhvillimin e shëndetit mental dhe psiqik në vendet tona, dhe janë figurat kryesore për të përhap humanizmin, për të përhap mirëkuptimin, tolerancën, bashkëjetesën dhe kontribues më të mëdhenj për ta mbrojtur shoqërinë tonë nga fragmentarizimet ekstreme, nga ndarjet e familjeve, nga prishjet e familjeve burgru, nga prishjet e familjeve prindër-fëmijë, janë kontribues shumë të mëdhenj në amortizimin e këtyre problemeve shoqërore. Secili hoxh në xhamin e tij, në xhamatin e tij dhe me rrethin e tij kontribuojnë jashtëzakonisht në shumë forma. Janë domethënë këshilltar psikiatrik, janë domethënë njerëz që merren me trajtimin e smundjeve të rënda faktikisht fatale për njerëzit duke u ndihmuar ekonomikisht, për miquna për spitale, për miqu jashtë. Janë këshilltar social tek burri dhe gruaja, janë këshilltar social tek prindja dhe fëmia. Do thotë gjithashtu në aspektin ideologjik luajnë një rol të jashtëzakonshëm në kultivimin e tolerancës, mirëkuptimit, bashkëjetesës e kështu me radhë, edhe askush i pagun pishtit ato. Megjithëse ato xhallar dhe xhamat tyre janë taksapagues. Edhe realisht nëse flasim me këtë gjuhën e këtyre njerëzve, ne themi jo që ata të kenë kerra dhe t'u jep xhamati, por rrogat majme edhe kerra do t'u jep shteti. Faktikisht kiç ka i akuzon në Blerimi i cili thej ke hoxhës Fadil, apo keni xhipe aty me nënçmim? Ti duhet me të pita ky xhipe se ti merr parë për shtetin në fakultet. Po, realisht ti merr parë, hoxha nuk merr parë. Buxheti i shtetit, i cili buxhet deri edhe në Universitetin Shtetënor të Prishtinës, në universitete tjera shtetënore, dhe do thot ata që marrin parë nga buxheti, ata kanë përgjegjësi për të dhënë do thot sqarim për harxhimet e veta. Kurse njerëzit që furnizohen nga buxhete private,
nuk kanë obligim, domethënë për më thon kur kujt përgjigje se si ai e harxhon rrogën e vet, pagën e vet, dhuratën e vet. Allahu ma mundsoft të xhallarëve këtë kënë xhipe e kere më të mirë ndaj apel këtë xhamatit musliman Kosovë, Shqipëri, diaspor. Bleuni hoxhallarëve këtë kanë një vetur të mirë, vetëm këto islamofobat që plasin kur i shohin hoxhallarët me xhipa, në të plasin në më shumë. Para se me kalun këtë fazën e inatit edhe provokimit, dhe na kemi një regulator tjetër. Se cili let merr nga buxheti i shtetit dhe nga kontributi i shoqërisë, aq sa kontribon për këtë shoqëri. Ne themi për shembull, nëse një dëshmor i kombit meriton me pas pensionin më të mirë, nëse invalid i luftës meriton me pas pensionin më të mirë, nëse një veteran i luftës meriton me pas pensionin më të mirë, themi na secili pastaj që kontribon në zhvillimin e shoqërisë, në harmoninë brenda shoqërisë, në krijimin e klimës të vëllazërisë, mirëkuptimit, dashurisë, bashkëjetesës, edhe ata meritojnë me pas, domethënë, kujdesin më të madh nga shoqëritë tona. Edhe nga buxheti shtetëror, po edhe nga shoqëria jonë. Edhe kjo kështu ndodh realisht, për shembull, kur një familje është buz greminës për të shkatruar, buri me gruan kanë mosmarrveshje, prind me fëmijët kanë mosmarrveshje dhe vjen një hoxh, kalon një natë, 2 natë, 3 natë, gjithë natën duke i këshilluar ata, duke i udhëzuar ata, duke i ndihmuar që ata mos vinë deri te vendimet fatale. Ai njeri nesër kur e rikuperon familjen e tij edhe rikthen harmoninë në familjen e tij, ai nuk vet sa kushton një dhuratë për atë hoxh, sepse ja ka mbrojt familjen. Edhe ai nuk e kursen pastaj asnjë dinar për t'i dhënë atij hoxhës. Edhe si rasti kemi na plot çdo ditë, domthonë gjitha vendet ku kemi hoxhallar aktiv në aspektin social, sidomos në aspektin e pajtimit familjeve brenda dhe familje me familje, ti për shembull sa hakmarrje i kanë pengu hoxhallar duke intervenuar për t'i pajtu. Ka ndodhur një vrasje me qëllim ose pa qëllim, kanë ndërhyj hoxhallar dhe i kanë pajtu. Për shembull na këtu në mashkullin kena hoxhën Ferit Selimin, veteran i pajtimeve, i cili vazhdimisht nuk nalet duke u marrë me probleme të ndryshme shoqërisë tonë për ndal vllavrasjen, edhe tunej me orë të tëra deri në 2-3 natës pa gjumë, saqë domon nga presioni i madh do thotë kishte edhe sulm para një viti e gjysëm. E hoxhën Fatmir Latifaj për shembull në Kosovë, e hoxhallar gjithçka domon kanë kontributin e vet në këtë aspekt. Sa vllavrasje kanë dalë ata. Ai familje për shembull që ka shpëtuar nga një katrahur e tillë, nga një varg i vrasjeve të ndërsjellta për shkak të një vrasjes me qëllim ose pa qëllim në fillim, ato janë gatshëm çdo se mi thon hoxhës. Jo xhip, më shumë bile. Domthon pra çka disha më thon para se me ardh muhabeti jep ja xhipin për natit atij. Po jo se këto se kuptojnë këtë gjuhën të bukur tënde që e thove. Rrogat, kujdesin, asistencën, domthon pozicionin duhet më dhon shoqëria, do të thotë start si shpërblim për angazhimin vetë mohues që kanë ata sa ai nuk vjen me një ditë natës për një pagas, për një rrogë. Kur kush nuk e prish radhën lëkon domethën. Po ai vjen thjesht se e don Zotin e para, pastaj e don popullin e vet me qenë rahat. Mos e pas shqetësime dhe probleme e me mbet të mbyllur apo shtëpitë e veta e pastaj me breng se kur ka me vrodi kanadin. Edhe për këtë arsye tham unë, qasja është e pasur islamofobe në këtë analizë, është me paragjykim me prapavi, është e ul gjithsesi, po na i themi atyre që kanë mlef ndaj islamit dhe muslimanëve, do thotë nas kemi shërim për mlefin që kanë ata. E mlefi që ata ja akumulojnë ndaj islamit nuk na bën dam nevi, bën dam atij. Absolutisht. Ne vazhdojmë me xhipa me. Ai ka dy zgjidhje, ose do e shëron zemrën e tij nga ky mlef e do e kupton realitetin, ose do vazhdon të shtohet mlefi, i cili mlef ka me ngulfat atë pastaj. Na s'kemi çka bëjmë aty. E hoxhallar kanë me vazhdu me xhipa, kështu që apo hoxhallar kanë me vazhdu me shërbim këtë shoqëri. E shoqëria në momentin që vetëdijsohet ka me shpërbly secilin për meritat e veta. Edhe islamofobët, edhe anti-islamistat, edhe armiqtë e kombit, edhe armiqtë domethënë e vatanit, edhe ata që e vjedhin shtetin, edhe ata kanë ndeshku populli. Kam i shpërbly të mirë, kam i ndeshku të shit. Sot nesër na mund me bë kamuflazh, mund me bë maska, mirë po ato shumë shpejt qiren, shumë shpejt do thotë zbulohen fytyrat e vërteta, edhe secili e meriton, e merr atë që e meriton. Kjo është drejtësia e Zotit, drejtësia absolute e Zotit. Në këtë botë secili e merr atë që e meriton. I miri e merr lavdin për çdo punë të mirë që ka bën, edhe nëse jo besimtar, i të keqi e merr sharjen, ofendimin,
kush do qoftë ai njeri. Sepse Allahu është i drejtë edhe secili jep sipas meritës që ka. Në Ramazan mes 30 emisioneve pata edhe Hoxhën Omer Dauti nga Tetova Misafir, i cili e majti një derë shumë të mirë për dunjon, domethënë mos mu mashtru mas dunjos, dunjoja është kaluese. Aq mirë ka zëdërsin se që në fund po ja parashë pitën pitëm mirë Hoxh. A duhet shtash ti këtë mirat e dunjos, vetura, sen, mikrofona, këtë milon, apo edhe vish me adhuru Allahun. Ai e sqaroi që jo, nuk duhet ashtu. Edhe që ta potencosh, alo më fort e vetë thash, a lejohet thash muslimani me blen një vetur Ferrari, apo thon. Edhe ajo po virale. Po, ama ti faktikisht edhe s'pas këtë me bise, Ferrari është modë e vjetër, ka tash edhe më trejta, më shtrenjta. Andaj ndoshta se kanë kuptuar shikuesi janë rinia tash Ferrari se përmendin shumë. Ka Lambo, ka po, jo hiç i dishon. Bugatti, po që amro Ferrari, apo thon. Urus ka Rolls Royce. Bentley. Bentley, ose pa ja ditë shumë. A ka drejt muslimani me pas sende të shtrenjtë në jetën e vet? Ka drejt. Për 1 miliarder, një Ferrari është si për mua për ti një Fiq, një Golf. Kështu që të mund të ke i vjen sikur se mua ti më thon pse vozit ti Fiq ose pse vozit ti Golf ose pse vozit Audi. Ashtu është më thon për 1 miliarder pse vozit Ferrari, domethënë. Ka drejt kush është miliard, kush ku di ka musliman miliarder. Po sigurisht. Bile Allahu në Kur'an kështu ka thotë. Se kur flasim na për asketizmin, tu ka një keq kuptim. Na nuk flasim për varfëni. Na flasim për pasuri e cila nuk zëven si mbret në zemrën tonë. A e kupton këtë mesazh? Po. Flasim për pasurinë e cila nuk është mbreti jot. Për pasurinë e cila është shërbetori jot. Domthonë edhe ai Ferrari, edhe ai Lambo, edhe Bentley, edhe Rolls Royce i shfryzon ti për me shkuën në xhami, i shfryzon ti për me shkuën me vizitu një hoxh, e shfryzon ti për me shkuën në Qabe, e shfryzon ti për me ecë botën islame, e shfryzon ti për me pa Andaluzin, e shfryzon ti për me tregu se unë jam musliman, unë jam asket, Allah im ka dhënë pasuri, po kjo pasuri është shërbimin tem. Unë nuk i nënshtrona kësaj pasuri. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fol për pasurinë ka thonë i mallkuar qoftë robi i dinarit edhe dirhemit. Ai që domthon pasuria ka bën mbret atij, e sondon. A përderisa ti e mbreti pasurisë, ka thonë Allahu i madhëshëm për këtë kategorinë e dytë, kul men harrama zinata Allahi allati akhraja al-ibadi wa at-tayyibati min ar-rizq. Thuaj kush ja ndaloj, thuaj kush ja ndaloj robëve Zotit stolit edhe bukuritë e kësaj bote. Stoli, domethënë, kul men harrama zinata Allahi, stolitë e Zotit, stoli, domethënë, e tash duhet me dalë te puna e kerrit, automobilit që e keni përmend në atë emision. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kuaj dhe deve. Edhe mjetët bartëse në atë kohë janë konkuajt edhe deves. Domethënë kush ka pas kali atë për shal apo deve o koni pasën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas deve edhe ka pas një deve që është quajtur kasua. Edhe devja e tij ka qenë devja më e shpejtë mesin e deveve të tjera. Që i bie më e shtrenjta. Po si i bie sikur se sot kerrat, domthonë ka kerrat shpejta dhe kerrat ngadashme. Zakonisht kerrat e shpejta që janë përmi 300 që shkojnë janë më shtrenjta. Dëgjoni ju që akuzoni hoxhallart. Faktikisht ata nuk i kuptojnë këto fenomene, edhe pra çka reagojnë kështu, domthonë ata e kanë një paragjykim, edhe një formulim për hoxhën, hoxha me tesha të palame, hoxha domethënë i pakrehun, hoxha s'ka çka me hangër dhe me pi, hoxha jeton me lëmoshat e njerëzve, edhe normalisht kësi fotografie që ata kanë ndërtuar në kokat e tyre, nuk mund ta shohin Yerhamukallah. Nuk mund ta shohin një hoxhën me Porsche ose me Ferrari ose me Lambo ose me Bugatti ose domethënë Urus, Jeep domethënë ose Bentley kështu më radh. Tash mos i përmendim se dina shumë emra të tjera. Alhamdulillah. Normalisht kjo s'është konkretizimi nuk është për ta banalizuar mohabetin. Jo. Konkretizimi është për me tregu se çdo të mirë që ta jep Zoti dhe që ti akoma e ki fuqin me sundu atë, gëzoja. Andaj ka ardhur një sahabi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, njeriu don dvishet mirë. A është nga mendje madhësia? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu don që të shef gjurmët e dhuntive tia tek një robi i tij.
40.000. Po, për hajt, egzakt. Në më thonë, nëse dikush ka mundësi, për shumë me pash veshjet bukura, firmato që dhe në këtë Shqipërisë, dhe më thonë, ka mundësi, ja ka pru dikush dhurat, ja mundëson gjepi, gjendja ti ekonomike, dhe më thonë, ja mundëson, pse mës mu vesh mirë? Allah është i bukur e do në të bukurën. Alhamdulillah. Edhe kretë këto koncepte që e flasin, dhe më thonë, teshat e bukura, ushqimin e mirë, kedhin e mirë, shtëpinë e gjanë, janë shenja të jetës së lumtur në këtë botë. E them përsëri e potencoj përderisa ti si besimtar i ki në shërbimin tanë, nuk e vendos ti në shërbimin e tyre. Po ti kontrollon ato dhe i shfrytëzon ato. Andaj ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, katër gjëra i japin lumturi robit në jetën e tij. Çka përmeni? E përmeni gruan e mirë e para. Normalisht kjo është dhurata më e madhe se edhe kjo është dhuratë që të jep Allahu i madhreshëm një grua të mirë, devotshme. E dyta tha, meskenun wasi, shtëpi e gjanë. Mo shtëpi që ki oda për mysafir. Tha merkebun murih, mjet bartës rahatshëm, komod. Vetur. Po dhe, për shembull ti, nëse do të më udhëtunimi i 10.000 kilometra, keri me 3.000 kubik, e 4.000 kubik, e 5.000, ta leton udhëtimin 3-4.000 kilometra, shumë më shumë se ti më shku me një kerë me 1.500 kubik. Edhe kjo shumë është normale. Me të bartës rahatshëm, edhe e katërta komshinë e mirë ta kesh. Komshinë, shiun. Domethënë, shtëpinë e gjan, në gruën e mirë fillimisht, devotshme, shtëpinë e gjan, kënë rahatshëm, këshinë e mirë. Edhe kështu që jetë lumtur, jetë rahatshme. Do të kemi të bëjmë na me komoditet material, edhe pastaj komoditet, do thotë shpirtënor edhe psiqik. E normalisht rrumbullaksimi kësaj është devotshmëria që është në zemrat tona, që na bën të kënaqur me këtë ato të mira që na ka dhënë Allahu dhe na bën sabërli në momentin që na merr këto të mira. E kjo është dallimi, se besimtarit kur ta ka e falëron Allahun. Kur s'ta ka, do thotë bën sabër, nuk i dalin mend. Edhe vazhdon jetën e tij sikurse e jetojmë na. Për shembull, as kemi as Ferrari, as Lamborghini, edhe jetojmë super. Po më na dhon dikush në dhurat Ferrari, Lamborghini, gëzohemi edhe na. Se normalisht e gëzojmë. Unë domethënë sa për informat nuk jam as për Ferrari as për Porsche, po unë kam merak Mustangin. Hajde inshallah Allah ta mundson. Kjo është Mustangi prodhim amerikan Fordi, domethënë, po është kerr sportiv, domethënë. Shelby, Mustang Shelby është pikë kerrave të shpejta të mira, ka 5-600 kuaj. Fuqi, domethënë është kerr pak më i veçantë. Inshallah del dikush e ta dhuron. Nëse s'ke na këtu, inshallah Allah na jep në ahiret në xhenet,